as pak dishim vëllezër se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut. E udhëzimi më i mirë është i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija dhe të kota të sherrit janë risit, bidatet. Bidatet çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, feja Allahu të Gjelleshanu, feja islame, nuk i drejtohet njeriut duke e konsideruar atë si një melek, si një engjël, i cili nuk gabon, nuk haron, gjithmonë është i përkushtuar, nuk tregon lodhje, gjithmonë tregon vendosmëri. Jo, feja Allahu të Gjelleshanu, feja islame, nuk e trajton njeriu në këtë mënyrë, po e trajton si një krijes e cila haron, tregon vendosmëri, por tregon edhe lëshim, është i përkushtuar, po pastaj haron dhe devijon. Dhe kështu në këtë mënyrë feja islame e trajton njeriu duke e ditur se ai disa herë edhe haron, por disa herë edhe gabon, po përsëri e ka obliguar që ai t'i kthehet vetes së tij. T'i kthehet vetes së tij dhe të kujton çka është çështja pasi që njeriu është mbushur me mëkate dhe me gjinahe, dhe her pas here gabon, Allahun e kundërshton, disa herë ato e hidhron. Allahu Gjelleshanu pas gjithë këtira çështjeve, tire mëkateve, devijimeve, lëshimeve, i thot Allahu Gjelleshanu, kul, thua jo Muhammed. Allahu Gjelleshanu vëllezër kish pas mundësi këtë urdhin direkt njerëzve t'u drejtonte, por Allahu Gjelleshanu e drejtoi këtë urdhër në përmjet më të dashurit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu, kul, thua jo Muhammed. E kur na thot neve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, diçish na vjen një urdhër pak më i butë, pse ai është njeri. Muhamedi alayhi salam është njeri. E thot kul, ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robët të mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me mëkate, me lëshime, me devijime, me gjëra tjera, me haresa, la taqnatu min rahmetillah. Mos e humbni shpresën asnjëherë nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju robët të mi, thot Allahu, thuaj Muhamedit alayhis salam, thot Muhamedit alayhis salam, thuaj robëve të mi, të cilët e kanë ngarkuar veten e tyre, të cilët i kanë bën nefsit të tyre pa drejtësi. A e dini vëllezër sa herë ne i bëjmë pa drejtësi nefsit ton, vetes ton, e largojmë atë nga shumë të mira të Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është pa drejtësi ndaj nefsit. Kur njeriu nefsit të tij, trupit të tij, shpirtit të tij, ai bëhet shkak që e pengon ato nga knatësia, nga rruga, nga afrimi i Allahut subhanahu wa taala, nga xheneti i lartë, atëherë në këtë mënyrë robi i bën pa drejtësi ku i vetes së tij, se ajo është e cila do të dënohet ose do të shpërblehet tek Allahu Gjelleshanu ditën e gjykimit. La taqnatu min rahmetillah. Mos e humni asnjëherë shpresën nga mëshira e Allahut. E përse? Ai thot, si mos e humbi shpresën, kur unë kam 20 vjet apo 30 apo 50, unë nuk di të bëj vepër të mirë. Regjistrat e mia janë tërë të mbushura me mëkate. Gjinahet që i kam unë, prindërit e mi me e ditë, vallahi më përjashtojnë për shtëpie. Allahu thot, la taqnatu min rahmetillah. Pse? Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Pse ora Allah mos e humbim shpresën? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Për arsye se Allahu të gjitha mëkatet i fal, të gjitha mëkatet i shlin ai subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. E si mund ta bën Allahu Gjelleshanu një gjë të tillë? Tëra të mëkate, hidhrime, shirku si është shirk. A ka mëkat më i madh se shirku? Nuk ka mëkat më i madh se shirku. Allahu edhe këto e fal nëse robi pendohet i kthehet Allahu Gjelleshanu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Për arsye se vetëm ai është falës dhe është mëshirues subhanahu wa taala. Vëllezër, rreth çështjes rreth të cilës do të flasim është një ajet me të vërtet, ajet i madh.
ajet gjigant dhe është trënditës. Kjo është beslidhja Allahut subhanahu wa taala me njeriun e parë të ruzullit toksor, dhe ai është Ademi, babai i tërë njerëzimit. Allahu xhelleshanu shiqo çka thot për Ademin alayhis salam: "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Allahu thot, ne qish në fillim me Ademin alayhis salam e lidhëm një bes. Ja mora bes lidhjen Ademit, thot Allahu xhelleshanu. Fanasiya, megjithatë Ademi haroi. Wa lam najid lahu azma, dhe Allahu tha edhe haroj dhe nuk gjetëm tek Ademi vendosmëri. Dikush thot si Ademi a.s. babai i njerëzimit, këto fjalë Allahu xhelleshanu i tregon për babain ton, për Ademin. Dikush mund kur lexon këtë ajet thot subhanallah, Allah e koriti Ademin a.s. e shpaloi ato. Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ne thot Allahu e murëm një bes, lidhëm bes me Ademin a.s. Cila bes? Allahu xhelleshanu i tha Ademit, ki me hi në gjennet, mos u afro ti drunit, mos hani, dhe që mashtron shejtani e kështu më radhë. Kjo është beslidhja. E Allahu xhelleshanu çka i tha? Inna laka an la tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Që çka i tha Allahu xhelleshanu Ademit? Pasi që e urdhëroi që mos hane prej asaj pemës, çka i tha? Tha ti në xhenet kur nuk do të kesh uri. Nuk do të kesh uri. Dhe as nuk do të kish ella të gjua fia wala ta'ra. Dhe gjithmonë kemi i pas teshat e mira, teshat e bukura, teshat më të mira se tua nuk i ka askush. Ku? Në xhenet. Wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Dhe ti fare nuk do të kish as ecje dhe as vap në xhenet. E i tregoj Allahu xhelleshanu Ademit që mos ki gajle, për hajen, për pijen, për veshmbathjen, tëna do t'i kish më të mirat, vetëm se qati drunit mos ju afro, qasaj pemës mos ju afro. E Allahu thot, wa ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Allahu këtë beslidhjen me Ademi a.s. këtë beslidhjen me Allahun subhanahu wa ta'ala, fanasiya e haroj. Dhe Allahu tha, walam najid lahu azma, dhe nuk gjetëm tek Ademi a.s. vendosmëri. Sot vlezër dhe të flasim për vendosmërin, të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e gjetë të Ademi a.s. Prandaj Allahu xhelleshanu, kur e urdhroi Ademin, çka i tha? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba. Allahu i tha melekëve, dhe para Ademit i tha, me njëre njoftoi Allahu Ademin me armikun e tij. Kur ju tham thot Allahu melekëve, bini në sejdë Ademit, urdhri Allahut. Jo i Ademit, urdhri Allahut. Bini në sejdë Ademit, gjithë ram përveç iblisi, ai kundërshtoi. E Allahu xhelleshanu çka i tha Ademit? Fe kulna ya Adamu innehu aduwwun laka wa li zawjika. O Adem, tha kjo armiku jot edhe i gruas tënde. Fela yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Kini kujdes, ki mos bëhet shkaktar dhe mos ju nxjerrë juve nga xheneti, atëherë do të jeni të privuar. Kjo është beslidhja që e mur Allahu xhelleshanu me Ademin a.s. A thu vallë Ademi a.s. pse haroj dhe pse nuk kishte i vendosshëm. E din vëllezër prej gjërave të para që Ademi a.s. e ka thonë pasi që Allahu i dha shpirt, e ka thonë fjalën elhamdulillah. Këto e dim në hadithe. Na jetë nuk gjojmë një gjotë të tillë. Dhikër që Ademi a.s. e ka përmend Allahun xhelleshanu, edhe pse ai ka qenë, por nuk e ka përmend Allahun në Kur'an. Por në hadithe Muhamedi a.s. thot fjalët e para që i ka thonë Ademi a.s. fjala elhamdulillah, pasi që ka tesh elhamdulillah. E dita Allah i tha shko dhe jep ju selam që ati grupit prej melekve. Shkoj Ademi a.s. dhe ashtu që mësoj Allahu i tha assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Këto janë fjalët e Ademit a.s. që i ka thonë ai në fillim. Pastaj hini në xhenet. Në xhenet vëllezër Allahu siç e ka përshkruar tona të mirat. Këtë më thote kur njeriu, wa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allahu thot njeriu thot shumë herë i tej kalon të gjitha kufit kur ai heton që nuk është i varur prej njerëzve. A e shikoni një rob, një musliman, para se me qenë ai pasur, para se me pas pasuri, kur ka qenë mesatar,
sa i devotshëm ka qenë, sa i sinqert ka qenë, sa e ka pas zemrën e butë, sa ka qenë afër muslimanëve, sa ka qenë modest, sa e ka përul veten e tij kur bën pasuri, la yatgha, i te i kalon, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, të gjitha kufit. Allahu Gjeleshanu kur i thot pejgamberit alayhis salam, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, i thot o Muhammed, bëu i durushëm, trego durim dhe trego sabër, ashtu siç ishin të durushëm dhe të vendosshëm ulul azm min ar-rusul, ato profetët të dërguarit e Allahut, të cilët kanë qenë të vendosur. Prej atyre vëllezër është Nuhi alayhis salam. Kur flet Allahu Gjeleshanu për Nuhin thot, dhurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura. Allahu thot, ju jeni pasardhësit e Nuhit, të cilët ishit në anije, innahu kana 'abdan shakura. Kur e përshkruan Allahu Gjeleshanu Nuhin, çka thot? Ai ishte rob që ishte gjithmonë falenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tash Allahu na tregon do të cilësi të profetëve, si e ka përmend ato Allahun Gjeleshanu, si e kanë kujtuar ato Allahun subhanahu wa taala. Kur flet për Ibrahim, thot Allahu Gjeleshanu, inna Ibrahime kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin. Shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Që Allahu Gjeleshanu si e përshkruan Ibrahimin, ka qenë umme, do të thonë ka qenë imam, ka qenë i devotshëm, ka qenë i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala, ka qenë gjithmonë me akiden e pastër dhe nuk ka qenë prej mushrikëve, ka qenë falënderues ndaj të mirave të Allahut. Shakiran li an'umihi ijtabahu. Prandaj Allahu e dalloi Ibrahimin, wa hadahu ila siratin mustaqim, dhe e udhëzoi, e forcoi në siratin mustaqim. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për Musaun alayhis salam thot, wadhkur fil kitabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Kujto thot, lexoje tregimin e Musaut, ai ka qenë i sinqert dhe ka qenë çka i dërguar dhe ka qenë prej profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Kur flet Allahu Gjeleshanu për cilën? Për Isaun alayhis salam, edhe kjo është prej ulul azm, fjalët e para çka ishin te Isaut, inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Unë them robi Allahut, ma ka dhon librin, Injilin, dhe më ka urdhëruar për namaz, për zeqat, e kështu me radhë, dhe më thonë fjalët e këtyre profetëve gjithë janë sillen rreth e rrotull madhrimit përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur. Alifdon Allahu Gjeleshanu Muhammedin alayhis salam, oti i mbuluar me teshe, qou, bodave, thiri, pastroj teshat tua. Pastaj thot Allahu, ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. O ti mbuluar, qu fal namaznatë, gjysën e natës, më pak se gjysë e natës, ose më tepër, përmende Zotin ton. Këto vëllezër na tregojnë neve, kur besimtari robi Allahu Gjeleshanuhu zhitet në një jetë e cila është tërë lloksus, do të ketë kujdes se mos devijon. E Allahu kur e zbriti Ademin alayhis salam në tokë, prej një vendit lartë në xhenet, e zbriti në tokë poshtë, do të thotë se njeriu kur bën mëkate dhe bën mëkate, hidhron Allahun Gjeleshanu, pikon prej një pozite të lartë që ka qenë tek Allahu Gjeleshanu, arrin te një pozitë e ulët. E Allahu Gjeleshanu do të thotë se Ademi ishte në xhenet, ai nuk kish më nevojë ta madhrone Allahun subhanahu wa taala, ish falënderues, por ne nuk gjegjim në Kur'an që për Ademin alayhis salam ka livdu Allahun, ka bo dhikr, derisa kur e zbriti Allahu Gjeleshanu në tokë, ai u habit dhe nuk diti as të pendohet tek Allahu. Si Allah thot, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Derisa Ademi alayhis salam kur zbriti në tokë, përsëri Allahu ja zbriti do fjalë që ai me ato të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. E Allahu, çka thot Allahu Gjeleshanu kur tregon për Ademin alayhis salam, cilët fjalë thot? Qala rabbana zalamna anfusana. Or Allah të dithan, Ademi dhe Hawa, zalamna anfusana, ne i bom pa drejtësi veteve tona, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Këto fjalët përsëri Allahu Gjeleshanu ja kujtoi Ademit alayhis salam që të pendohet. Ne e thanë të di, i bom pa drejtësi vetes tonë, nëse ti or Allah nuk na fal mëkatet një dhe nuk na mëshiron,
atëherë ne do të jemi prej kuj, do të jemi prej atyre që do të jenë ditën e gjykimit, do të jenë të humbur. Prandaj Allahu xhelleshanu me këtë çështjen e Ademit alayhis salam, edhe ai ishte njeri, edhe ai haroi, prandaj atë beslidhjen që e mori Allahu xhelleshanu prej tij nuk e tregoi vendosmërinë, por haroi alayhis salam. Për arsye se Allahu xhelleshanu e futi në xhenet. Prandaj vlezër sa prej muslimanëve e harojnë Allahun xhelleshanu, e harojnë namazin, i harojnë veprat e mira, i harojnë edhe muslimanët, i harojnë edhe të afërmit e tyre, kur Allahu xhelleshanu ju jep atyre pasuri, arrin ato një pasuri, edhe mendojnë se i kanë të gjitha çka ju nevojitet atyre, për arsyen pastaj mendojnë se nuk kanë nevojë për njerëzit tjerë, e atëherë Allahu xhelleshanu i zbret ato njerëz prej një pozite të lartë, i zbret të një pozitë e ulur, dhe ata nëse nuk i kthehen Allahut subhanahu wa taala, Allahu xhelleshanu do të jetë ai që do t'i privon në botën tjetër. Lutim Allahun xhelleshanu që të na shton vëllezër vendosmërinë, sinqeritetin ndaj tij subhanahu wa taala. Të jemi përpik ndaj urdhrave të Allahut xhelleshanu, por edhe atëherë kur të bëjmë mëkate, na i kujton Allahu xhelleshanu tauben, për arsye se taubja pas mëkatit është ajo e cila e shlin mëkatin, por edhe kur ka edhe sinqeritet e shëndron mëkatin në sevap. Këto Allahu xhelleshanu thot në Kur'an që Allahu u kthen atyre veprat e këqija, u shëndron në vepra të mira. Lutim Allahun xhelleshanu të na forcon në rrugën e drejtë, në siratul mustaqim. Lutim Allahun xhelleshanu që fjala jonë e fundit këtë botë jetë fjala la ilaha illallah, ditën e gjykimit na ringjall bashkë me profetin ton, me sahabët, me besimtarët e devotshëm, dhe lutim Allahun xhelleshanu që ai të na shpërblet me xhenetet e larta, me firdausin e lartë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.